Unë në 2016, kur u pasgjë zoti Thaqi, e kom fjalimin kuvend, ku i patalut të gjithë, që në polarizim të shqiptarve, ata mos me marë anë. Edhe përfacus të Boshnjak ma patënzon për të madhe. Edhe vjen 10 vjetë ma vonë, 10 vjetë, 2026, sot kemi pas prap thirrje, kësa here ka bo Ramush Haradinaj, mos merr një anë. Komunitetet etnike nuk janë këtu me shku me fitusin. Ata du të me pas qëndrimin e tyre politik. Gjithmonë janë shku me fitusin. Po, unë pri fillimit që ka parlamentarizëm Kosovë. Qeverinë e ke 51%. Ata du të me pas qëndrimin e tyre, edhe me pas pozicionin parimor, kur ju, si shqiptar, smirën i vesh, na nuk dojmë me marë anë. Me pas parim pakti, sepse partia fituesi ka 51%. Derisa ma herë janë kriju shumica pikërisht përmes votave të pakicave. Të cilat, jo, mendoj që 120 deputet, ajo nuk vlen, gjithë janë barabartë, vota aty në vlen njëjtë. Unë absolutisht pajtorna që pakicat nuk duhet me marë onë. E ata prom kanë bo gabim qaq të madhë. Që bërën prom? Atë veprim të turpit në kuvendë, ajo ka qenë mare që ka ka në kuvendë. Mare për një vend, 30 vjetë që është i lirë, e dorë me ndërtu demokraci me patë që ka ka ndodhë mërëm. A shka është turp?